Vallahi ketë nahi. Po vje keq po keshi, se di që ka në msho shumë njerëzve që Jo, inshallah e fiton vetë vendosja. Kuku. Po më nëshme kuptua, ja. Vallahi une jam bektesh e kamerman jam se merr vesh. Përpara i kanë thonë mërzia, tash pëjtojnë stresi. Edhe për stresi këm posë sëllëm. Që dorë në djatë ma ka marrë krejt edhe komën e djatë. Një vjetë s'ku mujtë me ecë. Me qëto 6 muaj s'ku mujtë me që bukën të goja. E stresi për prishke njerin. Veç vjetë që me na jekë mërzinë, me na kënos, kur po në marë, me që të tjeri. Vallahi une po munur na qashto. Ja, bide një kështë të dëgju që tash shumë po kesh. Po normal se për kesh të shti me kesh. Ngam, unë e tham, e lumë aji që busqesh, sepse busqesh ja ta zgjat jetën. Po qashtu. E kështë që unë jam të tu që jam i pavdekshëm. Ja, pavdekshëm nuk jem asnjë, po kur e ka shkruaj Lumiza. Çfarë mesazhi për na jep sot për ditëlindjen e komandantit legjendar Adem Jashari, për ditën e flamurit, për zgjedhjet që po na vinë, edhe zgjedhjet po na vinë taj për vitin e ri, vallahi kena me votu i madh dhe i vogël. Veç një se kur pi thom dikujna, po nuk pe kuptojnë për Adem Jasharin lavdi. Për zgjedhjet, sytë janë me shiqu, vështë me dëgju, menja me mendu, kovsh bektesh e mervesh. Po më nëshme kuptua, ja. Wallahi une jam bektesh e kamerman jam se merr vesh. Kisha po thonë, jemi konë në vlazën, shtatëm më ka dhru jetë në 200 metë, jem bineq. Veç më mdo këtë që mi po vlazdin e mi kur po qëtë. O, Zotit Se vëllaj zemrë vë më knaqë. Allah i të knaqë. Vëllaj, se jem pa punë, pa rrë, pa penzi, pa kur që... Se je pa penzi? Se vjeqari je? Qa për ta mërmenjet? A i kesh, halo 63, halo si ke po 65? Ja, 65, jo, po hade 63 si kom po. Seriosisht? Jo, vëllaj. Allah të ku. Po. A ju përgojnë një semë? Jo, absolutikisht. Përpara i kanë thonë mërzia, tash pëjtojnë stresi. Edhe për stresi këm posë sëllëm. Që dorë në djatë ma ka marrë krejt edhe komën e djatë. Një vjetë s'ku mujtë me ecë. Me qëto 6 muaj s'ku mujtë me që bukën të goja. E stresi për prishke njerin. E vërteto. Kur më së stresa? S'kyqare. Ma të mirën kohëm që të mpij punë, 28 vjetë ku punon kek. Mas 28 vjetë me qitë për punë, ako ma shti se me mjetë plaku pa pare, në kleshti s'kesh. E vërteto, pasha Zotin e vërteto. Veç a i që s'ka zemër, e më nuk më të kuptu. Allah, unë të adhash atë mesazhin e dytë për zgjedhje dhe për kretë politike në Kosovës, me të kallëzu drejtën, mrap të nisë pej mas lufte edhe mrap të shku halja. Inshallah më rezot na del për para e s'shkon ma për mas se vallahi horoban. Horoban, po inshallah më s'po vinë qëtashti edhe qëto t'jashtit e po votojnë, i madhe i vogël do të me votu. E me ndërru, e me ba, salamadi, vallahi ketë nahi. Po vje keq po keshi, se di që ka në msho shumë njerëzve që Jo, inshallah e fiton vetë vendosja. Kuku. Unë vetë vendosja. Mirë jaban, edhe ka rrit pak penzijat. Po na... Këmë ka mirë se po ta më shkallëzua diçka. Pse e më shkum vetë vendosja? Po, pse? Në 2019 me 6 tetor, kër e konë zgjedhjet, në spital jem konë. Edhe një këshilltar i këtina që është atje, pe mervesh, pa nesër është e dilë, dhe thaj këni ka 500 euro. 500 euro? 500 euro, bakshesh. Spitalit, a? Po na qka ishëm qëtrim ato. Sa mirë. Po, tha edhe 500 ka me prej. Po jo që mund së në hani. Kur erë dilën, tha valla, s'ka kilës, as ka porë, tha se u shpërti gume kamionit. Shkam vika keq. Se thash dhe që ka edhe unë e qëtrina në spital, natën e zgjedhje. Jo, po qashtu më rogu. E vallaj ga, i shka njani, tha kina pas me prej një veç për vitri. Tha dhe e morën vicin e qëtëm në bërë, tha
zoja shtëpis tha, o Hamdi, mos e pre viqin se viqi o bardhës. Ja, tha, sa bardhës jam të prej, e thiri njerës i thiri burrat e katonit për me pre viqin. Tha dhe thiri, kjo shejtan, kjo në gruja, nana Hamdijës, tha dhe i tha Hamdia, unë e kam thirë, jo gjarrahin, po këtë mjekun e lopës, tha kërka i tha, 3 muj i ka bardhës. Tha dhe u thë njerëzit, erdhen me pre me hangër dhe u këthin tha. Ta zemrën, trujt zoti. E jo të dashër me që rëni me neve, sepse gjonat e mira i sjellën veç na. Kosova Info ju informon për çdo gjë.